Ministria e Punëve të Brendshme, në përputhje me udhëzimet e qeverisë dhe me kërkesë të përdoruesve të pyjeve, ndërmarrjes publike pyjet kombëtare dhe parqet kombëtare që menaxhojnë zonat e mbrojtura, kanë njoftuar për ndalimin e plot të lëvizjes në pyjet dhe tokat pyjore në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut. Kjo masë është ndërmarrë me qëllim për mbrojtjen e mjedisit natyror dhe parandalimin e fatkeqësive që mund të shkaktohen nga zjarret pyjore gjatë sezonit të verës. Vendimi hyn në fuqi më 1 korrik, nga ku do të zgjas deri më 31 gusht. Për më tepër, në njoftimin zyrtar të MPB-s thuhet se për mosrespektimin e kësaj mase, individët që gjenden duke lëvizur në pyje dhe toka pyjore do të gjobiten nga 1.500 deri në 2.000 euro, në kundërvlerë në denar. Lëvizja në pyje do të lejohet vetëm me një miratim me shkrim të lëshuar nga degët e NP-pyjet kombëtare dhe parqet kombëtare, përkatësisht për zonën që ato menaxhojnë. Për mos respektimin e këtij ndalimi të plotë të lëvizjes në pyje dhe toka pyjore, individët që gjenden duke lëvizur në pyje dhe toka pyjore në përputhje me nenin 106 të ligjit për pyjet, do të gjobiten nga 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë në denar. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave u bën thirrje qytetarëve për kujdes të veçantë me qëllim parandalimin e shfaqjes së zjarreve në hapësira të hapura. Sipas tyre, është me rëndësi që qytetarët të kuptojnë rrezikun dhe pasojat e shfaqjes së zjarreve dhe që përmes sjelljes së tyre të kontribojnë në mbrojtjen dhe ruajtjen e pyjeve, mjedisit jetësor, pronave dhe komunitetit në tërësi. Personat që kryejnë aktivitete në sipërfaqe bujqësore, si dhe blegtorët, të jenë veçanërisht të kujdesshëm gjatë kryerjes së aktiviteteve për të mos shkaktuar djegje të pakontrolluara të tokës bujqësore apo kullotave, gjë që është rreptësisht ndaluar me ligje dhe paraqet vepër penale. Element kyçe në parandalimin e zjarreve me përmasa të gjëra është zbulimi i shpejtë. Publiku duhet të alarmojë më një herë në 112. Ndërkaq, Ministria i inkurajon të gjithë qytetarët të qëndrojnë të informuar dhe të marrin masa parandaluese për të evituar shfaqjen e zjarreve në hapësira të hapura, nga ku këshillojnë që të shmanget ndezja e çdo lloji zjarri gjatë periudhave me erë të fortë ose në kohë të thatë, të përdoren metoda më të sigurta për pastrimin e tokës dhe largimin e materialeve të djegshme.